vendin tuaj. Natyrisht që nuk mund të ri pa ju kthyer ngjarjeve të dhjetorit, por dhe pa saksuar disa gjëra që janë historike. Berisha ka qenë në Itali, nuk e ka kthyer Ramiz Elia. Është kthyer urgjent sepse ka pasur një rast vdekje nëna e një shoku të tij. Në kafen e mëngjesit në 9 dhjetor, dikush i ka thënë që ka ndodhur trazira tek studentët. Në tavolin ka qenë dhe Qemal Sakajeva, miku im, miku Berishës, të cilit i ka thënë shkoj, pyet, interesohu ç'ka ndodhur. Kur Sakajeva ka ardhur te Berisha, unë nuk mund të riktu dhe shkoj te studentët. Dhe ka shkuar te studentët. Tjetra është histori, sot do t'i kthehem intervistës parë presidencialit Berishës të bërë në Fokus në dhjetor të vitit 1995. Kameraman ka qenë një nga kameramanët më të mirë, miku im Pali Kuke. Me video nuk e kemi intervistë. Si shumë gjëra që jam me qëllim, por unë kam shkruar, dhe do t'i kthehem, kur Berisha do të më thoshte që në vitin 90 nuk kam qenë i bindur se diktatura komuniste në Shqipëri do të zhdukej për një kohë të shkurtër. E kundërta, unë isha i bindur se Shqipëria në një farë mënyre rrezikonte të shndrojë në Kubën e Adriatikut dhe se unë vetë nuk do ta shija ndonjëherë Shqipërinë pluraliste. Por nga ana tjetër, isha shumë i bindur se rinia shqiptare, që më dukej shumë më pak e indoktrinuar, do të zhvillonte një ditë duelin e saj me diktaturën dhe do të fitonte. Se kur do të ishte ajo ditë, nuk kisha në një parashikim. Do t'i kthem në fund të emisionit. Ajo që ka krijuar probleme këtu është platforma e re e zotit Trump për sigurinë kombëtare. Tetë vjet më parë, në mandatin e tij të parë, zoti Trump hartoi një strategji të sigurisë kombëtare, duke njohur botën e re të konkurrencës së fuqive të mëdha. Ishte një përpjekje e mirëpritur për të artikuluar kërcënimet globale në zhvillim. Strategjia e re që zoti Trump publikoi të premten është një tërheqje pothuajse e qartë nga kjo konkurrencë. Do t'i pëlqejë Kinës, do t'i pëlqejë Rusisë, por do të shqetësojë aleatët e Amerikës. Dhe ky është problemi i madh. Dokumenti prej 33 faqesh është një përpjekje më e plotë e administratës për të shpjeguar mendimin e saj për sigurinë kombëtare. Trump shpjegon kryesisht me shpërthime staccato në mediat sociale, kështu që ky është program, është pasqyra më e mirë deri më tani se si mund të shkojnë 3 vitet e ardhshme për zotin Trump. Dhe ndoshta edhe 7 vitet e ardhshme, pasi dokumenti mban gjurmët e zonës presidentit Vance, jo Trump. Strategjia nuk është një dokument izolacionist që mund ta lexoni një qendër mendimi libertarian, por është qartë një deklaratë se Amerika nuk mund të përballojë më dhe nuk duhet në interes kombëtar të mbajë bardhën e leadershipit global. Më rëndësishmja, strategjia e vendos hemisferën perëndimore në radhë të parë duke minimizuar pjesën tjetër të botës. Ekziston një logjik gjeografike për këtë, por jo një strategji. Pasi kërcënimet më të mëdha për sigurinë e Amerikës nuk janë as Brazili, as Kolumbia, as Venezuela, as Kuba. Strategjia thekson në mënyrë të dobishme rëndësinë e largimit të interesave dashakeqe nga hemisfera. Megjithëse pa përmendur Kinën dhe Rusinë, Kubën që kanë ndikime. Strategjia sugjeron që migrimi dhe droga janë 2 kërcënimet më të mëdha për Amerikën. Trump ka treguar se SBA mund ta ndalojë migrimin e arratisur, ndërsa ulja e flukseve të paligjshme të drogës kërkon ngadalësimin e kërkesës amerikane. Nëse Maduro do të mbetet në pushtet në Venezuelë, ky do të jetë testi i parë ndaj fokusit të Amerikës. Sidoqoftë kërcënimi
patë një telefonat me Trumpin kur fitoi Rama jo. Me Vučićin u tallën keq. Njerëzit që janë rreth tij janë indiferent ndaj Europës, por jo në Ballkan. Bëj ndryshimet mëdha të brigadave, ka hequr brigadën ushtarake nga Rumania, do të lëviz. Në Kosovë nuk ka bërë ndonjë orvatje për të hequr gjë deri tani. Në median shqiptare po flitet shumë që Rama mund të blejë gjykatën kushtetuese. Nuk është në një gjë e rrallë. Do të sugjeroja shpirtit opozitar qasjen amerikane ndaj gjykatës supreme kur ka pasur probleme kardinale. Protestuesit kanë shkuar në të gjitha shtëpitë e anëtarëve të gjykatës supreme duke protestuar. Kjo duhet ndodhë në Shqipëri. Publikohet adresa e tyre, të ndihen me presionin, me trysnin e njerëzve të lirë. Të njohin kush janë ato dhe ata në këtë gjykatë kushtetuese kur dihet që kushtetutën tonë e ka bërë Greqia, dhe të shikojnë gjitha lëvizjet e tyre, luksi ku jetojnë, mundësisht dhe lëvizjet financiare të muajit fundit. Në qoftë se duam të vëmë përballë përgjegjësisë, nuk duhet t'i paragjykojmë, ata mund t'i japin goditjen përfundimtare Ramës. Rama shpresën e ka tek takimi i mbetjeve toksike të Soros Kushner. Kur ka një vit dhe nuk ka bërë asgjë. Kur Vučić patë një telefonat me Trumpin kur fitoi Rama jo. Me Vučićin u tallën keq, e thëllën deri në Mar-a-Lago, dhe Rama këtë e di. Mund ta bëjë dhe ndaj tij. Nuk ka pasur ftesa për Newsmax si dikur nga Gay Grinell. Por natyrisht, falja e Sazanit edhe në kushte favorizuesve, duke dashur të blej një nga mbetjet toksike ligavec mediokër Soros si Kushner. Në media kanë dhënë sikur Ivanka Trump ka filluar të lexojë libra shqiptar. I sugjeroj të lexojë librin e Kamala Harris në shqip. Parathonja është nga bashkëshortja e Ramës. Rama familjarisht është me Sorosin, është me Kamala Harrisin. Mbase dhe familja e Kushnerit me Sorosin vazhdojnë të jenë, por Trump nuk ja fal deponimet e tij në FBI për 6 janarit, por e ka ftuar në tryez sepse Trump kërkon njerëz të besueshëm, sidomos kur flitet për sasi të mëdha monetare. Shikoni si e ka spostuar Rubio. Ka marrë një ndërtesagji, i cili është i paaftë për marrëveshje diplomatike, por sepse Trump s'beson askënd. Po e përdor edhe Kushnerin, i cili sa më shumë të afrohet, aq mund të mëdha do të jenë sulmet politike ndaj zotit Trump, i cili do të marrë mbi vetë akuzat të mëdha. Me qoftë se humbet mes mandatin, hetimet janë pafund. Dhe Rama është tinzar, paraprakisht ka firmosur për Sazanin. Arabët janë ata që hedhin miliardë dhe vjetë. Ndaj Rama po shkon në vendet arabe, kërkon të pastroj aksionet e fshehta të blera nga Kastrati, nga aeroporti, nga të gjitha. E thonë të gjithë. Këta vëzhgojnë. Tani t'i kthehem jom kot intervistës Berishës për Fokusin në 95-ën. Në shkrimet e mia, Berisha ka pas shkruar dhe ka qenë një shkrim tek Drita në atë kohë, ku hapta sa lodonte ndaj Enver Hoxhës. Unë mbaj mend sekretarin e korrigjimit të gazetës Nexhat Gjudhi, hey, hajde, Bert, shiko çfarë shkruan ky. I guximshëm. Në shkrimet e mia më patën Berisha ka patur si motiv të vetëm vendimin tim për të kryer detyrën si intelektual, për të mbrojtur idetë e mia, ato vlera që nuk unë i kisha mbrojtur më parë. Ky ka qenë motivi i vërtet i thelbit të shkrimeve të mia në atë kohë. E kam pyetur që a është dikush që ka ndikuar tek formimi i botkuptimit. Unë kam qenë jashtëzakonisht i impresionuar nga Saharov, nga ky gjeni. Ai u shkput nga fizika bërthamore dhe mbrojti me një kuraje të jashtëzakonshme vlera dhe të vërteta të tjera. Nuk e harroj se ishte një zë që vinte nga Moska
nga Uralet, edhe pse e degdisnin e internonin në për zonat ndryshme. Zëri i oshtinte në të gjithë botën dhe më shumë se kudo në hapësirën lindore. Kam qenë shumë i impresionuar prej tij dhe mendoj edhe sot se pas Saharovin nuk do të kishte pasur një Gorbaçov. Homazh thot Berisha për botuesit. Zjaçela tek drita. Unë kam pyetur që shkrimet në atë kohë kanë qenë të guximshme. A nuk pate një farë hezitimi? Trysnie, familja, gruaja, fëmijët, sepse nuk ishte e thjeshtë. Unë nuk dua të them se në vitin që kam bërë shkrimet kam qenë i ndar më parë me hezitimet. Nuk kam pasur asnjë hezitim, përkundrazi, preokupimi im i madh ishte që unë të mund t'i botoja shkrimet e mia. Në vitin 89 thot Berisha dhash një intervistë në televizion, të cilën gazetare që e mori dëshiroi të transmetonte, por shefat e tij e ndaluan ditën e fundit. Unë protestova te gazetari, por e kuptova se nuk ishte vendimi i tij, ishte një vendim i imponuar. Unë jam mirënjohës për shkrimet e mia botuesve Zjaçelës, Qemal Sakajevës, Sami Milloshit, të cilët duke botuar shkrimet e mia, por dhe shkrimet e intelektualëve të tjerë, kanë marrë mbi vete një rrezik të vërtetë. Janë treguar shumë kurajos. Natyrisht nuk mund të rria pa e pyetur Berishën atë kohë për heronjtë e Kavajës. Ngjarjet e Kavajës, demonstrata e Shkodrës, vrasja e çiftit në kufi, vrasja e Josif Budës, thot Berisha, kanë shkaktuar tek unë një revolt dhe tronditje shumë të madhe shpirtërore. Isha shumë i dëshpëruar sepse në tërësi regjimin në periferi përdorte të gjitha mënyrat e veta të shtypjes, ndërsa metropoli qëndronte më i heshtur se të tjerët, flet për Tiranë. E kam pyetur për demonstratën e heshtjes. Berisha thot ishte fillimi i heshtur i kryeqytetit. Në atë demonstrat pati shumë intelektual, student, punëtor, si dhe një numër të madh oficer të sigurimit dhe të forcave speciale. Dueli ishte i heshtur, thot Berisha. Shëtisnin për krah njëri tjetrit, por nuk pati një duel force, ashtu siç ishte përfolur se do të kishte. Megjithatë, pas kësaj demonstrate, gjeri në ditën e ambasadave, unë mendoj se Tirana mbajti një heshtje. E kam pyetur për ambasadat, ngjarjen e madhe, heronj. Ngjarja e ambasadave ishte nga ngjarjet e mëdha në luftën dhe përpjekjet e rinisë shqiptare kundër diktaturës. Ngjarjen atë ditë edhe sot e kam vlerësuar dhe e vlerësoj si rrëzimin e murit të Berlinit në Tiranë. I kam kujtuar mitingun e Turpit, atëherë dhe sot, thot Berisha, e kam vlerësuar mitingun e Turpit. Ai ishte një miting që u organizuar gjoja për të dënuar dhe të denoncuar të rinë shqiptar, por në të vërtet u shndrua dhe mbeti si një miting funerabël i diktaturës komuniste në Shqipëri. Si e ke pritur ftesën në takimin me intelektualet? Në mos gaboj, Gëzim Halili më takojnë te Pallati i Kulturës dhe më tha: "Doktor, nesër je i ftuar në takimin me intelektualët që zhvillohet me Ramiz Alish." I thash, unë e pranoj ftesën dhe do të shkoj. Pas 2-3 minutash takova Ismail Kadaren dhe Besnik Mustafën. I pyeta ata nëse ishin të ftuar dhe më përgjigjen se ishte i ftuar Ismaili. Jam ndarë prej tyre dhe kam shkuar në shtëpi, ku jam ulur dhe kam shkruar 7 faqe. Mendova se a do të mund të shpreja dhe vendosa se në rast se nuk mund të shpresha, do të bëja deklaratën time për 7 faqesh, ku unë dënoja dhunën policore, kërkoja ndryshime shumë të thella dhe përqendrohesha te një kërkesë, heqjen nga kushtetuta e Nenit 3, Nen i cili e njihte Partinë e Punës si forca e vetme udhëheqëse.
Në atë takim, unë mund të konfirmoj se intelektualët kanë mbajtur një qëndrim dinjitos. Unë i them një miku tim që kisha në krah, unë kam një deklarat. Në qoftë se këta nuk do të na japin fjalën, unë do ta bëj deklaratën që kam dërmend të bëj. Me të vërtet, pas pushimit u hap diskutimin, të cilin e hapi mjaft mirë Mumtaz Drami, që ngriti problemin e malit me gropa. Pastaj diskutuan të tjerë, ndërta dhe unë, ku pak a shumë në diskutimin tim denonsova qëndrimin e mjeteve të informacionit, dezinformimin që i bëjnë opinionit publik, denonsova dhunën policore dhe kërkova që nga kushtetuta të hiqej ai ligj që jepte partisë rolin udhëheqës. Dita e parë me studentët, i them Berishës. Në 8 dhjetor jam kthyer nga Italia, ku mora pjesë në një konferencë ndërkombëtare të nxehtësisë. Në 9 dhjetor kam dalë për një takim me 2 miqtë e mi, Kujtim Çaskun dhe Besnik Mustafan në kafe Tirana. Aty një miku yni, Qemal Sakajeva, erdhi dhe më thotë se studentët kanë qenë në demonstrat. I them çfarë kërkesash kishin. Më thonë demonstrata ka qenë shumë e fortë, janë përleshur me policinë. Nuk jam shumë i qartë për kërkesat, për vendin tani e kanë rrethuar. I them, po si mund të marrin vesh diçka më shumë për kërkesat e tyre? Qemali u nda nga ne dhe erdhi mbas 20 minutash dhe na tha se studentët edhe tani janë duke demonstruar. Menjëherë unë ju them, unë do të shkoj të bashkohem me studentët. Që të dy vepruan në të njëjtën mënyrë. Unë nisëm tek studentët. Jemi sjell shumë rrotull sepse kishin vënë makina ushtarake dhe autoblinda në pika të ndryshme. Jemi futur nëpërmjet disa rrugicave, kemi dalë për fatin ton, ballë për ballë me studentët në demonstrant. Do me thënë aty ku tani është rezidenca e ambasadorit italian, Muzeu Milenin Stalin. Në atë segment ishin besoj 400 student. Kishte edhe qytetar Tiranës, sot Berisha, të cilët në një mënyrë ose në tjetër dëshmonin solidaritetin me studentët dhe shqetësimin e tyre të madh për përleshjen që mund ndodhte, sepse para studentëve qëndronin të armatosur ekipe të forcave speciale. Nuk kaloi më shumë se 5 minuta kur studentët u sulmuan barbarisht nga forcat speciale, në një kohë kur po thrisnin liri, demokraci, poshtë diktatura. Dhe për një kohë të shkurt, demonstrata e studentëve u shpërnda. Aty kemi tentuar të shpëtojmë ndonjë vajzë nga kthetrat e tyre dhe nga goditjet e tyre. Kur u boshatis sheshi, u kam thënë drejtuesve të Komitetit Partisë Tiranës dhe drejtuesve të Ministrisë së Brendshme që ishin shesh se ju keni bërë një akt barbar. Nuk kishin asnjë motiv për të sulmuar studentët. Ata po demonstronin të qetë. Këtë që ju keni bërë sot do ta denoncoj para gjithë botës. Thot Berisha për Fokusin. Jo, thon ata, studentët na gjuajtën me gur. Nuk është e vërtet, ju përgjigja unë. Ku janë gurët? Këtu nuk ka asnjë gur. Dhe faktikisht asnjë gur nuk ishte në shesh. Ndërkohë i them Kujtimit dhe Besnikut, tani do të shkojmë te studentët të shikojmë mos ka student plagosur dhe të takojmë. U nisëm dhe shkuam. Në tyrë të qytetit studentit, tek 2 ndërtesat e para, ishte një grumbull me 150 ose 200 student. Berisha vazhdon. Ishin tronditur nga demonstrata, por ishin të vendosur. Studentët më thanë se ne të kemi kërkuar në darkë. Ju përgjigja se nuk dija asgjë. Sot në mëngjes mora vesh se ju ishit në demonstrat dhe unë erdha të bashkohem me ju. Studentët më thanë, a pranon ti të na përfaqësosh ne? Jo, ju përgjigja unë. Unë përfaqësoj veten time, por do të mbroj pikpamjet tuaja, idet tuaja, në qoftë se ato përputhen me idet dhe pikpamjet e mia. Dhe jam i gatshëm që të mos ndahem kur nga ju me kusht që ne si armë të vete të përdorim argumentin, të jemi intelektual. Unë jam i angazhuar në mbrojtjen e mendimeve të mia. Studentët më thanë atëherë, ne kërkojmë nga ju të kujdesesh për të plagosurit që janë në spital dhe të na ndihmoni për të burgosurit. Berisha vazhdon,
Unë u thash se për të plagosurit do të kujdesem dhe i sigurova se do të marrë një ndihmë shumë të mirë, sepse e njihja shumë mirë kolegët dhe miqtë e mi. Ata janë jashtëzakonisht mjek human dhe nuk do të bëjnë një diferencim. Kurse për të burgosurit, unë do të tentoj, por nuk mund të jap siguri. Megjithatë i them Besnikut të shkojmë dhe të bëjmë punën tonë në Komitetin e Partisë Tiranës. Besniku mu kthye se ata nuk dëgjojnë. Shkuam aty dhe takuam sekretarin e Komitetit të Partisë dhe drejtues të tjerë. Ju kemi thënë që trajtimi të plagosur dhe me korrektesë, ndryshe në orën 3 mbasdrite studentët do të zbresin në sheshin Skënderbeu, do të ketë zhvillime të paparashikuara. Besniku i thoshte zyrtarëve se studentët vetëm saliun dëgjojnë. Në fakt, aty ata u lidhën edhe me Ministrinë e Brendshme. Nuk ishte ministri, ishte zëvendës ministri, i cili mori përsipër lirimin e studentëve të arrestuar dhe studentët u liruan. Pastaj na tha dikush se në Komitetin e Partisë kishin lënë një mbledhje pasdite me drejtues të Universitetit dhe Arsimit. Dhe nëse do, mund të vini dhe ju në këtë mbledhje. Po u thash, dhe në orën 5 shkuam në atë mbledhje. Aty ishin disa drejtues të universitetit dhe zyrtarë tjerë. Në mbledhje shtroi çështja se si të zgjidhej problemin. U shprehen pikpamje jashtëzakonisht monstruoze, një alternativë ishte futja e tankëve dhe alternativa tjetër ishte mbyllja e universitetit. Unë atë mbledhje kam mbrojtur pikpamjen time se në rast se ju fusni tanket, do të ketë luftë civile. Unë personalisht do të jem me studentët, sepse mua më përket si pedagog të jem me ta. Por ky është një akt i turpshëm. Të mendosh ti vësh rinis tanket, ashtu si kundër të mbyllësh universitetin, kjo është shprehje maksimale e intolerancës dhe mungesës së vullnetit për dialog. Ju duhet kërkoni vendosin e dialogut me studentët dhe kërkesat e studentëve të merren parasysh. Përkraja ishte shumë e pakët. Ç'është e vërteta, bloku i drejtuesve aty ishte mjaft unik tek pikpamja e futjes tankeve. Pas një ore, sekretari i Komitetit të Partisë më thot mua se të kërkon takim Ramizalia. Unë i thash dakord. Dhe shkova bashkë me Besnikun. Besniku qëndroi jashtë, ndërsa unë u futa. I thash se gjendja ishte jashtëzakonisht e rëndë, sepse nuk do të bëje dialog me studentët. Jo, tha, unë kam kërkuar dialog, por studentët nuk vinë. I thash, u ke kërkuar dialog, por keni rrahur dërgatë. Studentët më thanë që mbasi na thirrën në presidencë, kur dolën na morën dhe na rrahën. Nuk rrije dërgata, i thash. Nuk ndodh kur, as që mund të konceptohet, të rrijet dërgata e një palën. Kjo ndodhi, tha i, se i vodhën revolën një oficeri. I thash, është një mashtrim, se me një revole nuk mund të bëjnë demonstrat ata. Për çfarë ju duhet një revole studentëve? Ky është provokacion i atyre që kanë organizuar që t'i rrajnë. U shpreh se studentët nuk pranonin dialog. Jo kundërshtova, studentët janë për dialog, por kërkesat e tyre duhet të trajtohen me seriozitet dhe me vëmendje. Kjo ishte e gjithë biseda që unë kam shvilluar me të. E pyes ku shkuat pastaj? Bashkë me Besnikun kemi dalë dhe shkuam te studentët. Pra Besniku ju priste jashtë apo te dera e Lis? Besniku nuk hyri brenda, hyra vetëm unë. Kemi dalë dhe kemi shkuar te studentët. Aty gjetëm Azem Ajdarin me 3-4 të tjerë si përfaqësues studentëve. Ishin tronditur, i kishin rrahur, i kishin damkosur me shkopin. E pyeti Azemin se si qëndron problemi. Ne kemi kërkesat tona, më përgjigj. Çfarë ju thatë ju, doktor? E çfarë kërkesash keni? Ai më tregoi listën. Është shumë e pandershme të flitej për kërkesa ekonomike. Ato ishin kërkesa ekonomike dhe thellësisht politike. Për shembull, i them doktor, 2 nga kërkesat politike ishin njëra që byroja politike të jepte dorëheqjen dhe e dyta të krijohej një organizatë intelektuale studentore e pavarur. Çfarë ju thatë doktor?
Ju tham studentëve që të gjithë së bashku duhet të përqendrohemi në një kërkesë: pluralizëm politik. Pluralizmi politik duhet të jetë kërkesa themelore jone. Për këtë kam bindje se do të gjejmë mbështetje shumë të madhe. Si reaguan studentët? Studentët kishin një problem. Ishin shumë të inatosur për rrajen dhe kërkonin që antarët e byros politike ose Ramizalia të vinin tek studentët. Por në të vërtetë kishte shenja se studentët ishin të vendosur për të përdeshur sepse ishin rrahur në mënyrë shumë të pandershme dhe shumë të poshtër. Si ndjeheshin ata? Pyetja. Ndjeheshin shumë të prekur, shumë të lënduar. Ngulnin këmbë se ne nuk bëjmë dialog, por të vinë ata tek ne dhe kanë disa esape për të larë me ne. Përsëri unë ju thash se dialogu është dialog. Dialogu zhvillohet me argumente. Ne nuk ndalemi. Ne do të fitojmë dhe jam i sigurt e kjo do të gjejë një mbështetje shumë të gjerë, por përqendrohuni te pluralizmi. Dhe ata ishin dakord se pluralizmin e kishin në kërkesën e tyre. Pastaj, kështu dy ditë vazhduan qëndrimet e studentëve me qëndrimin e udhëheqës. Në të vërtetë, gjatë këtyre dy ditëve, udhëheqja komuniste po mendonte përsëri të përdorte dorën e fortë për dështoj. Pse dështoi, doktor? Dy faktorë, mendoj unë. Kanë qenë ata që bën të tronditej përfundimisht piramidën e shtetit diktatorial. Faktori i parë ishte thirrja që ju bë studentëve ushtarak për të futur dhe për të përleshur me studentët e universitetit, çka gjeti rezistencë plot nga ana e studentëve ushtarak e të gjithë shkollave ushtarake. Dështoi plotësisht. Studentët ushtarak e bën qartë se ne po shkojmë në qytetin e studentëve, do të demonstrojmë së bashku me vëllezërit tanë dhe nuk do të përleshemi me ta. Nuk do të kacafytemi me ta. Po faktori tjetër, faktori i dytë i jashtëzakonshëm ishte vërshimi i të gjithë qytetit Tiranës te qyteti studenti. Ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme për mua, kur punëtorët e uzinës traktorëve, të uzinave të tjera, intelektual, punonjës të qendrave të punës, të gjithë e shndruan qytetin studenti në një vend ku organizoheshin me 10 mitingje, ku oratorë të ndryshëm shprenin pikpamjen e tyre. Kjo e tronditi thellësisht diktaturën. Ndaj studentët, në takimin që zhvillua me diktatorin fituan. U kthyen dhe vendosën që të krijojë Partia Demokratike. Bashkë me këta do të ishte edhe një grup intelektualësh. Pjesën e Partisë Demokratike do të merrem shumë nesër. Pra kjo ishte e vërteta historike, me thënë nga Berisha në intervistën e tij të parë real presidenciale, natyrisht në fokus se ku do ta jepte? Te provincialistët, te katundarët e medias që s'kishin lindur ende. Dhe më vjen keq që nuk e kam në video. Pali Kuke më ka thënë që e kam kasetën, por është në gjendje të keqe. I bëj një kërkesë miqësore edhe një herë, nëse ke ta japim të gjithë. Është intervista më e mirë e Berishës. Pa kornisa. Dhe për mua ishte një krenari, rikthimi im mbas një vit specializim në Amerikë dhe nisjes së të famshmit me kasetën e Enver Hoxhës kur fliste me gjuhë ordinere ndaj gjyshit të lubis ordinere me Ramën. Të nesmen është vendosur bombat e vefa. Fatmirësisht kemi shpëtuar. Pra, e dhash këtë për të qenë real. Natyrisht që kanë kaluar 35 vjet dhe në çaste të caktuara edhe dikush si unë ka mbajtur qëndrime që mund të nduken kontradiktore. Duke qenë shpirt rebeli, kam qenë i ashpër ndaj Berishës kur ka qenë kryeministër, me idenë se e meritonte, mund ta kem të e kaluar. Por në çastet sot, Berisha ngelet një figurë qendrore të PD-ja dhe i duhet thënë faleminderit që në atë moshë madhore nuk tërhiqet. Idetë filozofike të shumta të njerëzve që duhet të tërhiqet, personi e ka thënë që kam si mision. Dhe ashtu siç ja kam kërkuar në 97-ën që nëse nuk kthen PD-n, mbas asaj nuk ta fal njëri se si u dorëzove finove e nanove me shok. Natyrisht që Berisha politikisht është
politikanët që ka marrë shumë thika mbas shpinë nga ata që i ka quajtur njerëz të besueshëm. Është çasti që gjithkusht të vërtetoj pozicionin e tij. Ashtu si Berisha u pozicionua me studentët, tek ana e djathtë, shumë mirë mund të qëndronte te Partia e Punës, sepse ishte vlerësuar nga ekra, po njeriu mban qëndrim. Dhe sjell një detaj. Në çaste të ndryshme është krijuar ajo partia e Pollës që ka qenë kundra nesh me Tritan Sheun të egër, të hidhur. Por në një nga foltorët në Tiranë, ku dhe unë vajta ato 15 minuta duke treguar respekt për njerëzit aty, pash Pollën me një kasket, dhe kjo më krijoi një ndjesi respekti ndaj tij. Ai nuk është në asnjë forum, nuk e ka detyrim të shkojë. Do doja të ishte edhe miku im i gjimnazit Florian Mima, mbase ka qenë, nuk e di. Edmond Spau, tjetër miku i Gens Ruli, Arben Imami, Dashi, Zotrin. Berisha ju ka dhënë emërimet e jetës, ju ka futur në histori, jeni bërë ministër me të. Larg qoftë dhe milioner. Shkoni, ndihmoni bashkimin e opozitarizmit. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Rama. Nuk e kisha menduar kur se Rama do të binte në këtë opozita. Kur fitoi si kryeministër, thash që një djalë i lindur në Tiranë, i brezit tonë, do të bëjë diçka. Por nuk ka gjë më të keqe për një DK që është i arsimuar, i lindur qytetar, të vjedh në këto përmasa. A të vjedhësh lotët e nënave që fëmijët hikin. Ti je përgjegjës do apo s'do për 1 milion të hikur. Po dhe ti vazhdon me teza anti-amerikane. Ti kujton se BE-ja do të shpëtojë, jo zotri, do se ti ke masive. Ore, mund të investosh dhe miliardë të dollarë te Kushnerit. Por nuk e provove. Doje dilje në fotografi me Gjidi Venci, nuk lanë. Sepse ai deep state i famshëm këtu, ato baza republikane tradicionaliste është antikomuniste. Trump ka alergji për përpashtesën socialiste, shiko se si. Por heshtja edhe mund të blihet fatkeqësisht. Shpresoj që shtëpia e Bardhë të ketë një nominim për ambasador. Pse po e mbajnë Shqipërinë në nivelin e kategorisë 3? Pra një indiferencë të madhe, dhe pikërisht turistënia është ndaj që nuk takon askush. Janë ditë të mëdha të dhjetorit 90-s. Dhe gjithkush nga ne që dashje pa dashje ishte pjesë e asaj përmbysje të madhe, mos dëgjoni prallët Katovice, nuk në qoftë se ishte kaq e zgjuar Anizalia, pse do të shkonte në 2 të natës? Në 8 dhjetor takonte 10 student, mbreti, kur ishte loja e tij, ju hiku çdo gjë nga dora. Donin të bënë një lëvizje në pluralizëm e Frontit Demokratik, Bashkimi i Rinisë, veteranë, një organizatë studentore. Dhe do të fitonin thënjishin. Këtu ishte zgjuarësia e Berishës dhe intelektualëve për ti që kapën momentin. Dhe bota perëndimore i mbështeti jo kot. Kjo është histori. Fakti është që mbas 35 vitesh është e turpshme, them unë, që partia vazhduese e Partisë Punës së Hoxhës Kudo në Shqipëri.